Interi do të përballet sot në orën 21 me Uravën në kuadër të kampionatit botror për klube. Megjithatë, trajneri Christian Kivu do të duhet të përballet me mungesat e disa lojtarëve kyç në këtë sfidë të rëndësishme. Markus Thuram nuk do të jetë në dispozicion për këtë ndeshje pasi vazhdon të trajnohet veçmas për shkak të një lodhjeje të muskujve, duke u vlerësuar me kujdes ditë pas dite për të shmangur ndonjë rrezik më të madh. Përveç francezit, edhe 5 lojtarë të tjerë do të mungojnë. Çalhanoğlu, Fratesi, Dumfries, Bisek dhe Zielinski po punojnë gjithashtu me program të diferencuar. Megjithatë, një lajm i mirë vjen nga Francesco Pio Esposito, sulmuesi i ri i Interit, i cili është stërvitur normalisht me grupin dhe pritet të nisë titullar në ndeshjen e ardhshme në SBA, duke qenë pranë kapitenit Lautaro Martinez. Interi vazhdon përgatitjet me synim maksimal për të dhënë një performancë të mirë në këtë kompeticion të rëndësishëm ndërkombëtar. Sa i përket pjesës së formacionit, Kivu pritet të besojë të njëjtëve lojtarë si në debutim, ku edhe Christian Aslani pritet të jetë titullar. Në por do të jetë Serish Zomer, ndërsa treshja e mbrojtjes do të përbëhet nga Pavar, Acerbi dhe Bastoni. Krahët do të mbulohen nga Carlos Augusto në të majtë dhe Matteo Darmian në të djathtë, ndërsa veç Aslanit në mesfushë do të jenë dhe Barella dhe Mkhitaryan. Në sulm krahas Lautaro Martinezi do të jetë Francesco Pio Esposito, që fiton balotazhin me vëllain e tij.